Jam shumë I lumtur që gjendem midis jush sonte, ju e dini unë vit shumë rrallë, nuk e di Fatma herë në vit, si e kemi ne? Unë gjithmonë vi në rezidencën studentore të Fondacionit Firdeus, zakonisht I thojnë konvikt, po vajzat edhe gocat ekselente që ne kemi në konvikt, e kanë thonë me zgjuarsi që ne ja kemi pranuar që të quhet rezidencë studentore, që mos të keq kuptohemi. Kur hyra, unë ndjeva mirë sepse ju shikoj që jeni të lumtura dhe në ditët që jetojmë ne, nuk ka gjë më të bukur se sa ti shohësh njerëzit që janë të lumtur, ti shikosh njerëzit që ndjehen mirë. I pjesë e shoqërisë tonë shqiptare fatkeqësisht, sikur ndjehen të lumtur kur tjerët I mërzisin. Dhe ne shikojmë këtë përdit. Në çdo aspekt tjetër, qoftë I madh apo qoftë I vogël, ne shikojmë që ka disa njerëz që kanë problem që t'i shikojnë njerëzit të jenë të lumtur. Kurse ne në Fondacionin Firdeus kemi të kundërtën, ngaherë mërzitemi vetë që njerëzit e tjerë të jenë të lumtur. Dhe normal Fondacioni Firdeus ka disa gjëra që merret kryesisht. Siç ju e dini, një fokus kryesor në Fondacionin Firdeus janë shërimi I fëmijëve. Nga mosha sa lindin, nuk e dija kemi pas në I rast që mund të ketë qenë edhe mbarku në nënës, e deri sa shkojnë moshën madhore. Ky është një nga fokuset kryesore. Një fokus tjetër jashtëzakonisht I rëndësishëm në Fondacionin Firdeus janë fëmijët jetim, të cilët me të vërtet për arsyet nga të më ndryshme dhe sociale dhe të jetës tyre që I ka ardhur në atë mënyrë, janë me të vërtet njerëz cilët me shumë zemër Fondacionin Firdeus I gjendet afër. Por vitet e fundit ne kemi menduar për disa gjëra që janë me të vërtet shumë të rëndësishme po përsëri për Fondacionin Firdeus dhe një nga ato është arsimi. Pra një nga ato është dija. Dhe ju si rezidente edhe si studente të rezidencës së Fondacionit Firdeus keni një vend veçantë kene. A dini pse? Ka shumë vajza në moshën tuaj që jetojnë në Shqipëri, apo në Kosovë, apo kudo. Ju keni një vend veçantë kene vetëm për një arsye. Për shkak se ju keni vendosur një parim të madh në jetën e juaj e cila quhet dituri. Por atë që e ka dëgjuar I bën mirë ta dëgjoj përsëri. Kur profeti Muhamedi erdhi shpallja nga Zoti, kishte 600 vjet që kur kishte qenë Isai apo Jezusi që ishte ndërprerë komunikimi I të madh I Zot me njerëzit e tij. Dhe kur profetit Muhamedi vjen shpallja nga Zoti, shpallja përjetshme, e cila quhet Islam, gjëja e parë që kryeëngjilli Xhebraili I thot profetit Muhamed nuk ishte as beso, as vepro, por I tha lexo. Gjë cilën ne e vlerësojmë jashtëzakonisht ke ju. Edhe përpara kur ishte Entela, por tani që ka ardhur Ela, që drejton rezidencën studentore të Fondacionit Firdeus, e shoh që kanë një merak shumë të madh për ju. Unë për shembull, ne shikojmë një herë në vit. E unë nga që shikojmë një herë në vit, ndoshta mund të shikojmë në rrugë dhe do të ma boni Allah në qoftë se nuk komunikojmë, sepse nuk është një herë në vit harrohet. Por, kur takoj Elën, bashkë me Fatmën, e pys. I them si shkon rezidenca studentore. Dhe më thot shumë mirë, gjithmonë. Po I them kam dëgjuar se tani nuk është vetëm Ela, aty ka shumë. Edhe I them po kam dëgjuar që ka ndonjë problem. A thot po që për problem, më mirë mos hajde ke shtëpia ime se do shohësh fëmijët e mi që kanë probleme pafund. Pra justifikon me një gjendilesë, delikatesë. Kjo tregon dashurinë që ka për ju. Dhe unë e quaj fat edhe për fondacionin, po edhe për ju, që Ela ka 2 universitete, po një nga ato është për psikologji. Dhe ajo ju kupton shumë mirë moshën tuaj. Edhe përpara mirë ka qenë, nuk diskutohet. Se ne I vlerësojmë njerëzit pafund që kanë bashkëpunuar me ne. Por profesioni edhe studimi që ka bërë e bën që t'ju kuptoj shumë mirë. Edhe nëse ka ndonjë gjë të vogël, ka disa njerëz që gjën e vogël e bëjnë shumë të madhe. Këto nuk janë për lider dhe për drejtuar.
Kurse ka njerëz që kanë nivel që gjën e vogël e shuajnë fare dhe gjën e madhe mundohen ta rregullojnë dhe e bëjnë vogël. Dhe unë shpresoj që drejtuesja juaj i ka këtë cilësi dhe shpresoj që gjithmonë më shumë rezidenca studentore e Fondacionit Firdeus shkoj gjithmonë dhe më mirë. A di çfarë amaneti keni ju? Ju mund të jeni shumë dobishme për veten e juaj, por mundet të bëheni dobishme edhe për vajzat që do vinë pas jush. Ja u kam thënë dhe një herë tjetër, se nga që vi herë në vit, them pak a shumë njëjtën gjë. Ju kam thënë që neve rezidenca studentore e Fondacionit Firdeus ishte një risi. Pra në fillim ishte fokusi ke fëmijët që janë kthetrat e vdekjes, për t'i shëruar ato, për t'i pruar afër prindërve tyre, për të mundësuar që një fëmijë shqiptar të jetojë mos vdes. Kjo ishte fokusi në fillim. Dhe kjo është mbuluar shumë mirë. Së shpejti ne shpresojmë që të bëjmë qendrën ose klinikën, që fëmijët shqiptar jo gjithmonë shkojnë Bambino Xhezu apo spitale të mira të botës, por ta kenë këtu qendrën ku paktën vizitohen dhe del në pak çfarë problemi kanë ato. Pastaj ishin, siç tham, jetimet ishin fillim të Fondacionit Firdeus fokusi, por mos harroni diçka. Njerëzit ne që punojmë në Fondacionin Firdeus, jemi njerëz që e vlerësojmë pafundësisht diturinë, dijen. Dija është e pafundme. Aristoteli, një nga filozofët më mëdhenj, thoshte një gjë e di me siguri që s'di asgjë. Prandaj çdo kush që hyn në rrugën e dijes, ajo është e pafundme. Kur profeti Musa u taku me Khidrin, të dy, njëri ishte profet merrte dijen e Zotit, tjetri kishte dije të veçantë. Kur arritën tek bregu i detit, Hidri i thot Musas, e shikon thot atë zog që erdhi e mori një pikë ujë nga deti, kjo është dija jon, kurse deti është dija e Zotit. Dhe ju keni hyrë në detin e madh për të marrë pikat e ujit, sepse Zoti është i gjithdijshëm dhe njeriu pastaj përpiqet që të shtojë dijen sa më shumë. Dija mos harroni kurrë. Prandaj ne ju përgëzojmë. Prandaj Fondacioni Firdeus ju ka me merak. Sepse ju keni dy cilësi shumë të mira. Dhe mos t'ju marrin mësysh për mashallah, t'ju shtohen këto. E para, e vlerësoni dijen. Ka shumë të ri sot që ne dëgjojmë çdo ditë që vriten. Ka shumë të ri sot që nuk i kënaqin prindërit duke studiuar, por bëjnë të kundërtën e saj. Por ne jemi këtu për t'ju vlerësuar juve që e vlerësoni diturinë një dhe e dyta moralin, pra jeni vajzat mira. Jo pa qëllim e pyes Unelën, si është situata. Se ka njerëz që edhe mund të studiojnë, po s'kan bosht moral, nuk kanë etik, nuk kanë kulturë, s'kan aristokraci në jetën e tyre. Se unë zakonisht flas për Islamin aristokrat. Islami aristokrat do të thotë që ti bazohesh në atë që shpjegon nga Islami për kulmet e saj, për qershinë e madhe mbitor që është Kurani. Për modelin fantastik aristokrat të profetit Muhammed e të gjithë profetëve që kanë qenë përpara. Aristokrate do thotë, kur themi Islami aristokrat, do të thotë që ne marrim atje ku është dija, ka pasur me qindra dhe me mijëra dietar dhe shkencëtar musliman, të cilët e vlerësuan dijen dhe ne nuk kemi si mos ta vlerësojmë. A di çfarë i thotë Zoti i gjithësisë në Kur'an profetit Muhammed? Thuaj o Zot më shto dijen. Nuk i thotë o Zot më shto lekët. Zoti, ne që jemi këtu dhe gjithë bota pas sa më shumë anë ekonomike të mirë, po nëpërmjet dijes vijnë gjitha. Vjen dhe ekonomia, vjen dhe dinjiteti, vjen dhe profesioni mirë, vjen edhe fitimi i kësaj bote, edhe fitimi i botës tjetër. Aty themi gjë të bukur që më ka kënaqur dje apo pardje, kjo është personale imja, po duhet ta ndaj me ju. Më marrin telefon, lidhem me dikon, jo me të gjithë kam mundësi, dhe një vajzë 8 vjeçare ishte shumë e smur. Kishte kaluar para 2 vjetësh një operacion të vështirë, edhe donin prapë ta vendosnin të bënte operacionin e dytë, po në Shqipëri ka doktor shumë mirë, por nuk ka aparaturat siç janë ke Bambino Xhezu për shembull. Edhe po jam shumë i kënaq. Prandaj duhet ta ndaj me ju nga kënaqësia që jam midis jush. E mirë, angazhojmë stafin shumë. Se nuk jeni vetëm ju. Jo, domethënë Fondacioni Firdeus ka i punë shumë të madhe. Dhe un kam dëshirë t'i them gjithë ato që punojnë këne janë herojnë. Për shkak të fushave të shumta që mbulojnë. E mirë, fillon angazhimi për 24 orë, i kishte kjo vajzë, i kishte edhe prindërit invalid. Pra sprov mas sprove. Edhe vazhdo për 24 orë dolën pasaportat, u kriju mundësia e lidhjes me Bambino Xhezu, edhe ju prende biletat për shku për të bërë vizitën atje që të futen në operacion. Edhe ato cilët kontaktuan me mua u çuditën fare, nuk e besuan. Se kishin kohë që angazhoheshin, s'po gjeshin zgjidhje. Po dosh Zoti, ne kemi krijuar një infrastrukturë. Mirë, deri këtu jemi okay. Pastaj kur u bën gjitha këto brenda 24 orëve, unë jam kënaq shumë. Dhe vetëm kur më vjen një mesazh. Tha, e di çfarë them unë dhe motra ime për ty? I
Thash, jo nuk e di se s'kam qenë. Tha, ne themi Zoti ta mundsoft një vend në parajs, kur të hysh aty të presin me trëndafila. Për Zotin, kjo është lutja që kush do të bëj lutje për mua, mjafton, kjo është perle madhe. Pra ishte e bukur dhe nga aspekti letrar artistik. Të hysh në parajs në xhenet, që Zoti thotë është fitoria më e madhe, po të presin me trëndafila. Aty ka trëndafila pafund në fakt edhe mirësi e gjelbrimi jashtëzakonshëm. Po ne kënaqemi kur tjerët luten për ne për këtë punë të mirë që bëjmë. Tani, pse thash që ju mund të jeni dobishme për veten e juaj, unë se harroj, dal nga tema, po kthehem prap. Pse thash ju keni një amanet? Ja kam thonë edhe herës tjetër ku kam qenë. Fatma para i viti apo 2 vjetësh? Kam qenë para i viti, se më duket sikur kam 2 vjet që s'kam qenë. Tani, unë pyes Fatmën, dhe Fatma ju ka shumë në zemër dhe në shpirt. Këtë e u them sinqerisht. Vetëm ka i dallim që për ju të paktën s'qan, se kur ona i fëmijë pa ma të regu hallin, qan njerë, pastaj të regu hallin. A ka mundësi të regosh hallin, pastaj qaj. Po preket, kurse për ju donë shumë. Dhe unë i pyes gjithmonë, dhe Elën edhe kush merret me rezidencën, dhe i them si është situata. Pse? Pse ju keni amanet madh? E Zoti ja u boft mbar. Ju e keni parë vetë që jemi mundur t'ja u krijojmë të gjitha kushtet siç e meritoni. Ne ju vlerësojmë shumë për dijen që merrni, edhe për etikën dhe moralin që keni. Dhe ju jeni tonët. Ne sa të kemi mundësi, do jemi afër jush. Se duam që sot ju studioni dhe t'jeni të qetë. Duam që nesër ju t'jeni me një profesion shumë të mirë. Pa i di çfarë duam ne për jush pas nesër, pse e kemi këtë merak, që ju t'jeni nëna të mrekullueshme. Një femër, një grua e cila studion dhe e ledishme, ka një profesion të mirë, po me diturinë që ka, edukon edhe fëmijët shumë më lehtë. Pra ne shohim çik gjërë me ju, edhe me ato që kanë qenë përpara dhe do bashkangjiten me rezidencën. Pse ju keni amanet, se s'po e them kam pak të 10 minuta? Sepse unë pyes në qoftë se Fatma, edhe Ela më thoi, edhe Entela më përpara më thoshte, në qoftë se nuk funksionon, do e kishim mbyll. Do thonim, ndoshta ne s'kemi eksperiencë, asnjëherë fjalë të keqe për askon. Por duke qenë se dëgjojmë fjalë të mira, duke qenë se ju jeni shumë mirënjohëse, duke qenë se ju e ndjeni veten shumë të lehtësuar, duke qenë se ju thoni jemi shumë të kënaqura se i kemi kushtet për studiuar më lehtë, duke qenë se informacionet që më vijnë mua janë që ju vini me 9.8 dhe ju e mbyllni me 10. Dhe këto na bëjnë neve që jo ta mbyllim rezidencën studentore, por ne kemi në plan në ndërtimin që do të fillojë Fondacioni Firdeus shumë shpejt, përveç klinikës që do të jetë në raport me kontratën që kemi me Spitalin Bambino Gesù për të hapur një klinik, jo spital, neve kemi qëllim që të bëjmë dhe një objekt madh që nga 75, sa janë aktualisht vajzat në rezidencë? 73. Jemi 73-75 vajza. Qofse na mundsohet, ne duam të kemi një objekt të madh që të jenë shumë fish në krahasim me që janë sot. Pse? Sepse e shikojmë dobinë që ajo sjell. Dhe për këtë arsye e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë që ju na e keni lehtësuar. Dhe ju do jeni dobishme edhe për ato që do vinë, do të jenë mirënjohëse për ju. Pse un jam sot, pse më pëlqeu? Kur më tha Fatma organizimi, thash do vi. Se edhe për vitin s'kisha ardhur. Sepse ju sot po bëni një gjë shumë bukur. Edhe vajzat që kanë ikur përpara, që kanë mbaru, ato i pjesa atyre janë sot këtu, është kështu, Fatma apo jo? Dhe ato vajza që kanë qenë dhe kanë ikur dhe janë pranë nesh prap, tregon që dashuria edhe respekti ndërsjellët ka qenë shumë i sinqert. Se mbaron dhe hik edhe s'të vjen mend me ose ne mbarum edhe e mbyllim, jo nuk është kështu. Kjo është një gjë shumë fisnike që po bëjmë së bashku. Dhe respekti, harmonia, siç duhet të jenë shqiptarët, për shqiptarët këtu ekziston. Dhe thashëm nëse do vinë ato që kanë pasur mundësi që kanë qenë studente, edhe unë do të vi sepse kjo është një gjë shumë e mirë. Ne nuk na bashkon dhe na ndan vetëm rezidenca studentore. Ne na bashkon e para se jemi shqiptar, na bashkon e dyta se jemi gjithë rrugën e bamirësisë, na bashkon e treta dija, na bashkon e katërta morali dhe dinjiteti dhe aristokracia me të cilën mundohemi të prezantohemi. Kjo na bashkon neve, prandaj nuk është çështje vetëm 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Kjo çështje është e vazhdueshme. Gjatë gjithë jetës sa të kemi jetë në jetën e kësaj bote, e inshallah pastaj shkojmë parajs na presin me trondafila, ne duhet të jemi gentil me njëri tjetrin, të jemi të respektueshëm me njëri tjetrin.
Prandaj, unë jam shumë optimist që nga ndërtimi që ne do bëjmë, shumë metra do t'i takojnë rezidencës studentore, sepse nuk ka asnjë alternativë tjetër për të ngritur një popull. Nuk ka asnjë mundësi tjetër që ne të shkojmë përpara. Sot është koha e AI-t, sot është koha e shkencës, sot është koha e fizikës klasike, sot është koha e fizikës kuantike. Sot është koha e shkencës së zhvilluar, çdo 2 vjet, çdo 3 vjet ndryshojnë gjërat në mënyrë kolosale. Pa dije, shqiptaria s'ka përshkuar asnjëherë përpara. Por kur shkojnë do ndjehemi krenar, sepse edhe ne e ndërtuam një institucion i cili vajzat që janë ekselente, ne duhet ta themi edhe për ato që na dëgjojnë, ju jeni vajza që jeni shumë të mira në shkollë. Por po ja u them edhe këtë, unë e kam me shpirt, unë nuk vendos unë Fondacionin Firdeus. Po për Zotin i them Fatmës gjithmonë. Qofse dikush nga ju troket në Fondacionin Firdeus dhe thot unë dua të shkoj të studioj në Harvard, unë dua të shkoj të studioj në Oxford, unë dua të shkoj të studioj në Cambridge, qoftë në Angli, qoftë në Amerikë. Për Zotin do isha pro, me aq votë sa kam dhe aq fuqi sa kam, dhe do ta kisha për nder të madh që 1, 2, 10, sado që t'jenë nga rezidenca studentore e Fondacionit Firdeus të shkojnë në shkollat më të mira që ka bota. Dhe kjo do t'i jepte dinjitet shqiptarisë, edhe do të vendoste qershin mbi to. Fatma po thot nga e nxori këtë, po Fatma, po ti dish gjitha tani, s'ka kuptim, s'do visha fare, flit që ti më mirë. Kështu që ja u them shumë sinqerisht, prandaj studioni, mësoni, edhe vazhdoni në këtë rrugë, ne na keni gjithmonë për kraje. Nesër keni një dëshirë për shkuar, se unë përmenda vetëm 3 nga më të mëdha, ata Harvard, Cambridge, Oxford, po më ka edhe shkolla tjera shumë të mira, edhe në Itali, edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Kanada. Pra, mos e keni për merak. Trokisni, se unë në fillim, kur e hapëm Fondacionin Firdeus, unë e dhash idenë të quhet Firdeus për çfarë arsye? Firdeusi ka ajo parajsa që thashun me trëndafila. Ky Firdeusi është grada më e lartë që mund ta fitosh. Atje besoj se ka trëndafila, ka një lule tjetër që se njohim këtë botë. Po nëse do t'ja vesha, do ja vendosim një emër tjetër Fondacionit Firdeus, do ishte Fondacioni i Dijes. Prandaj pa merak ju them, mos ju duket kështu, po t'ju duket reale, që kushdo nga ju ka dëshirë që dijen ta ketë në venat e gjakut saj, ta ketë prioritetin e saj, ta ketë si hijen e saj ku lëviz, ne na ka mbështetje. Edhe nëse do kërkoj nga shkollat më të mira në botë, megjithëse janë shtrenjta, unë do bëj përpjekje shumë të madhe. Do bisedoj edhe me biznesmen që i njoh nëpër botë. Do bëj atë pamundurën që vajzat që janë këtu studiojnë edhe në Shqipëri patjetër, po edhe nëpër botë, ne do ishim mbështetje shumë e madhe. Zoti ju begatoft, Zoti ju ruajt, Zoti ju mësoft që të shtoni dijen. Edhe kur takojmë herë në vit, takojmë gjithmonë të buzëqeshur edhe të mirë. Pjesa tjetër, ku jemi? Certifikata. Certifikatat apo jemi ka ato letrat që do lexohen? Okej, letra e para. Okej. Jo, shpjegoje pak që... Pra. Bravo. Si ishte edhe herë? Si ishte? Presidenca. Bravo.
Bravo. Bravo. Kjo rezidencë studentare për mua është institucioni që më ofron mbështetje, siguri dhe vlerësim. Kjo rezidencë studentare për mua dhe mendoj se për të gjithë vajzat e tjera është mbështetje jonë e parë në një vend të ri dhe të panjohur për ne, gjithashtu edhe për krahje jonë më e madh dhe rrotimin tonë më të rëndësishëm të komunitetit. Sukses. Atëherë për mua dhe besoj për gjitha vajzat, kjo rezidencë është ajo çfarë i mungon shoqërisë dhe ajo është që do të jetë themeli i të ardhmës. Bravo. Shkurtimisht, kjo rezidencë për mua dhe besoj për gjitha është një vatër e ngrohtë. Bravo. I ftoj në skenën, mini skenën tonë të gjitha vajzat që të shpërndajnë certifikatat e mirënjohjes dhe trofeet. Po. Atëherë, kjo është një certifikat për Francesca Ahmeti. Francesca Ahmeti. Ku është Francesca? Është apo s'është? Hajde më gocë. Këto janë, kjo është certifikat mirënjohje për ty. Fatma, kjo është e para për studimet dhe e dyta për bamirësinë që ka bërë për për vajzat që kanë marrë pjesë në të gjithë aktet e bamirësisë që neve kemi bërë deri më sot, kanë qenë vullnetare të mrekullueshme, me zemër e me shpirt dhe në çdo video i kanë rrjedhur lot nga dashuria e madhe që kanë pasur për të ndihmuar njerëzit. Oriada Toli. Një certifikat mirënjohje nga Fondacioni Firdeus. Kemi tjetër? Dorela Mana. Fatma, do më thonë, vajzat janë që kanë qenë në, apo edhe vazhdojnë një pjesë tjenë? Kjo është e bukura. Po. Okej, perfekt. Kemi Neila Uruçi. Një certifikat mirënjohje nga Fondacioni Firdeus edhe Takzon. Adriana Shabanaj. Adriana. Edhe kjo është për ju. Eriona Lata. Qofse se kam lexuar keq. Është Eriona. Eriona. Po serdhi Eriona, a mund ta marrë? Certifikat mirënjohje. E rrim këtu. Ë? Është. E pa Eriola. Eriola. Është? Nuk është. Ja çojmë shtëpi, s'ka problem, ose e mbaj unë. Si ta lexojmë të Majba? Si i thoni ju? Me aba. Me aba qosja. Emër i veçantë. Me aba, do të tregosh kuptimin e emrit me aba.
që një person që adoron Zotin. Unë e disha, prandaj prita. Edhe këtë të lutem, edhe këtë takon ty, urdhëra. Brava. Dhe? O Denilda, ku je? A mund t'i them dy fjalë për ty? Denilda është kocë e mrekullueshme. Ka qenë Fatma që në fillim. Kur ka ardhur në fillim, se ta kemi thoni 100 herë, por do e themi një vit. Jo e them unë sepse është e fesë kristiane. Edhe tani unë nuk e di tamam, po mund të ketë ardhur në fillim që hajtë se Elvisi është teolog e kështu, por ti je i gocë e mrekullueshme. Ti je një vajzë shumë e edukuar, si gjithë vajzat e tjera, dhe një lajm për ato që se din, punon sot me ne në qendër të Fondacionit Firdeus. Do të thuash diçka? Unë jam shumë falendëruese për këtë mundësi të mrekullueshme që tek pjesa që unë kam jetuar, jam strehuar tek rezidenca studentore, jam shumë falendëruese edhe tek pjesa që unë punoj tek Fondacioni Firdeus dhe ndjej një dashamirësi, ngrohtësi dhe jam shumë e lumtur që ndodhem aty mes jush. Faleminderit. Atëherë kemi prapë. Wow, po pse sa goca kanë ikë nga residenca? Sofiola. Një pjesë. Si e kishte? Sofiola Darimlarja, apo Darimlarja është? Qazimlarja, okay. Kush i ka bërë kaq bukur? Si i ka bërë kështu edhe këtë? Faleminderit juve. Aisha Zdrava. Aisha. Një shumë. Ela, hajde. Alesia Dyrmishi. Është? Alesia, ne kemi këtu? Mund të ketë lëviz pak, ja japim brava, nuk ka problem. Ne mban drejtoresha. Që kemi tani? Albana Halili. Është Albana? Që e kanë shoj që kanë dalë bashkë jashtë, e kuptova, kur të vinë pastaj, në rregull. Esma Rustemaj. Hajde Esma. Edhe këtë. Urdhëro, të lutem, e meritoni. Një nga shkaqet, siç e tham, është se vajzat kanë qenë në shumë aktivitete që ne bëjmë për bamirësinë. Kështu që Zoti ja shpërbleft dhe e meritojnë një certifikat nga Fondacioni Firdeus. Si e kishte Evelina? Ha? Mullameti. Evelina? Edhe këtë. Zoti ju ruaj. Tani ne do ta mbyllim live-in. Goca jeni të mrekullueshme, Zoti ju ruaj, e gjithmonë Zoti na bashkon kështu të lumtur, të qeshur, dhe jeta jonë shkon gjithmonë në progres e në mirësi, dhe Zoti i gjithësisë qoftë me ne. Zoti ju bekoftë. Jo, po, 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 po,